Ishim pra edhe me këtë ndarje të fundit faktikisht nga materiali i mëparshëm, një deklarat në televizionet izraelite, ku një qytetar izraelit, nuk e dim nëse është edhe zyrtar, thotë se vram në Gaza 100 veta, por askujt nuk janë ndjenë thuajse në gjithë botën, nuk pati asnjë lloj reagimi. Do të flasim mbi situatën në Gaza, por gjithashtu edhe çfarë po ndodh në luftën mes Rusisë dhe Ukrainës me profesorin Pascal Milo, ish ministër i jashtëm. Profesor, kënaqësi që ju kam studio. Profesor, kishim edhe një material të plot faktikisht për qëndrimin britanik, kishim edhe një deklarat fort faktikisht e një opozitari izraelit, Yair Golan, me gradë ushtarake, ku thotë se fëmijët gazan, palestinez, po vriten për hobi. Tani, jemi në kushtet kur zëra brenda Izraelit po konfirmojnë edhe mundësinë e një politike genocidale në Gaza. A ka një politikë genocidale sipas jush? Po, ti marrësh të gjitha ngjarjet që kanë ndodhur në Gaza, që nga fillimi i konfliktit dhe deri tani, me numrin e madh të viktimave që janë shkaktuar, mbi 50.000 viktima që janë jo të gjithë ish luftëtar të Hamasit, por shumica janë njerëz të pafajshëm, fëmijë, gra, pleq. Kjo patjetër që të nxit, që të mendosh që këtu kemi të bëjmë me një spastrim etnik të pastër. Nuk është fjala për të eliminuar Hamasin, udhëheqjen e tij, por me sa po thellohet ka një synim tjetër që nuk është se e themi neve këtu në studion ton, por e thon thuajse të gjithë vëzhguesit dhe analistët ndërkombëtar. Parisi dhe Berlini dhe Londra këtë javë kanë qenë të ashpër me Izraelin. Çfarë ka ndodhur? Një qëndrim radikal duket. Ka ndodhur sepse qeveritë e këtyre vendeve që siç është qeveria britanike tash e fundit, ndodhen dhe para një presioni të opinionit të tyre të brendshëm publik, i cili nuk mund të pranoj dy standarde në vlerësimin e të njëjtit fenomen. Sepse nëse ndodhen ngjarje të tilla në vende të tjera, ato emërtohen me drejt për drejti me emërtimin e saktë, të saktë. Kur është fjala për genocid, kur është fjala për spastrim etnik, ndërsa kur vjen fjala për Izraelin dhe për veprimet, krimet, do të thotë që ai po kryen në Gaza, atëherë këtu njerëzit ose vendet kanë dy standarde. Dhe kjo është vënë re edhe në qëndrimin ndaj qeverive të vendeve demokratike. Madje mund të them që kjo është vënë re në radhë parë në qëndrimin e administratës amerikane, qoftë demokrate, qoftë republikane, të cilët dihet që e kanë mbështetur dhe mbështesin historikisht Izraelin në që nuk është se ka në një element të ri, por nuk gjejnë forcë kur ajo, jo kur ajo se u mungon, por nuk gjejnë forcë për shkak të interesave strategjike që të emërtojnë me fjalën e duhur asaj çka po ndodh në thelb në Gaza në lidhje me palestinezët. Një pjesë vendesh faktikisht edhe aleat Izraelit thonë po të njëjtën gjë, spastrim etnik, kuazi genocid, krime lufte, pra kanë filluar të dhe emërtimesh nga aleat në Evropë. Cilat janë rrjedhojat diplomatike në marrëdhëniet me tret, kur mund të kemi një vendim, po themi nga një gjykat, që ka krime lufte, ka genocid? Për fat të keq, gjykata ndërkombëtare penale, e cila tashmë ka marrë dhe vendim për Netanyahun për shembull, ose dhe për njerëz të tjerë janë të lidhura me zbatimin e këtyre politikave të spastrimit etnik, nuk është se ka autoritetin e duhur dhe nuk është se vendimet e saj mbështeten nga fuqitë e mëdha kryesore në radhë parë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e cila nuk e kanë nënshkruar aktin
e gjykatës penale ndërkombëtare dhe përjedhoi nuk e njeh edhe vendimin e saj në raport me Po, e një Italia, e një Berlini, e një Hollanda. E njohin shumë vende të tjera, por këto nuk kanë fuqin e duhur për të imponuar, përveç se protestojnë për fat të keq dhe përveç se mund edhe të mos nënshkruajnë marrëveshje tregtare, siç deklaroi qeveria britanike me Izraelin, nuk kanë fuqi dhe instrumenta për ta detyruar Izraelin që të tërhiqet nga Gaza. Cila fuqi ka këto instrumenta për ta ndaluar apo për të çuar drejt paqes? Apo drejt zgjidhjes me dy shtete? Vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë këtë mundësi për ta bërë, sepse vendet e tjera nuk e bëjnë dot për shkak se në qoftë se bëjnë një veprim të tillë kundër Izraelit, kjo do të thotë që do të kundërvijen Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat pa asnjë më dyshje kanë qenë, mbeten dhe do të jenë për krah Izraelit. Ndërsa ne flasim në këto momente, Marco Rubio ndodhet në Senatin Amerikan, po e ndiqja pak më herët, ishin disa persona brenda në sallë, kishin hyrë për titën dal genocidit në Gaza, u morën nga policia, ka protesta jashtë, pra dhe në Amerikë demokratët kanë, ose dhe një pjesë e republikanëve dhe ato po protestojnë. Le të themi, ka edhe një pjesë senatorësh republikanë dhe demokratë, të cilët flasin sa i përket kësaj problematike. Po për të ardhur pak tek vendi jon, kur gjithandej ka këtë lloj debati, në kushtet kur Tel Avivi po shihet gjithnjë më shumë si një lloj shteti problematik, profesor, si duhet ta vlerësojmë miqësinë e përforcuar të kryeministrit Rama me zyrtar të lartë izraelit? Kjo tradicionalisht, për të qenë të saktë, Shqipëria me Izraelin pas viteve 90 ka vendosur marrëdhënie miqësore, bashkëpunimi, por nëse deri në fillim të viteve 2010, Shqipëria përpiqet të ruante një lloj ekuilibri midis çështjes palestineze, mbështetjes për çështjen palestineze, me marrëdhënie të mira me Izraelin, ky raport u prish në mënyrë të veçantë gjatë qeverisjes socialiste pas vitit 2013, sepse qeveria socialiste u orientua kryesisht nga marrëdhëniet me Izraelin, krijoi një partneritet më të afërt dhe një bashkëpunim më të fuqishëm në disa fusha, jo vetëm në një fushë, duke përfshirë këtu edhe aspektet të bashkëpunimit ushtarak, ekonomik, por edhe një lloj, edhe një marrëdhënie e karakterit personal të kryeministrit me qarqe izraelite jo shumë të identifikuara, të cilat kanë ardhur dhe në Shqipëri, madje kanë shërbyer edhe si këshilltar të zotit Rama, kanë shërbyer edhe si edhe për fushatat elektorale. Po ka pasoja ky lloj zhbalancimi politik që ju thoni, që në të qenit një ndërmjet të dyjave, Palestinës dhe Izraelit, tashmë jenë vetëm në një krah? Zhbalancimi politik patjetër që ndikon në një situatë demokratike dhe në mënyrë të veçantë, mendoj unë, krijon imazhin e një vendi në politikën e jashtme. Ne kemi respektuar Izraelin në çështjet e tij, në kauzat e tij të drejta. Gjithmonë kemi nënvizuar fort, madje më fort se edhe ç'mund të duket, edhe shpëtimin e disa qindra
izraelitëve që u ndodhën në Shqipëri gjatë luftës dytë botërore. Gjithmonë kemi deklaruar që shqiptarët kanë ushqyer një respekt për Izraelin, por nga ana tjetër kjo nuk mjafton kur kemi patur një solidaritet me popullin palestinez. Zyrtarisht edhe sot e kësaj dite Shqipëria vazhdon të mbrojë tezën e dy shteteve në lindjen e mesme, të Izraelit dhe të shtetit palestinez, që është vendosur që në 1948 me vendim të Asamblesë Përgjithshme të Organizatës Kombeve të Bashkuara. Pra, me pak fjalë, ne kemi devijuar kursin duke e zbalancuar qëndrimin në lidhje me konfliktin, dhe kjo është padyshim një qëndrim zyrtar, ndoshta jo i deklamuar kështu hapur, por në thelbin e vetë dhe ai është... E qartë ky lloj zhbalancimi, por për të ndalur pak tek një pikë tjetër. Duket sikur në retorik, po ta shohim me kujdes, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan dhe kryeministri Benjamin Netanyahu janë armiqt më të fortë të njëri tjetrit. Si arrin në gjykimin tuaj kryeministri Edi Rama të ruajë një balancim në këtë aleancë edhe me Turqinë, por edhe me Izraelin? Nuk e besoj se është i barazvlefshëm qëndrimi midis Turqisë dhe Izraelit, midis presidentit Erdogan dhe kryeministrit izraelit Netanyahu. Është e njohur dhe e argumentuar për mendimin tim që marrëdhënia midis Shqipërisë dhe Turqisë dhe midis kryeministrit Rama dhe presidentit Erdogan është shumë më e ngushtë, më produktive se sa marrëdhënia që ka Shqipëria me Izraelin, apo kryeministri Rama me kryeministrin Netanyahu. Pse më produktive, profe? Sepse Turqia është vend i NATO-s, por Izraeli është aleat i fortë i Amerikës. Si do t'i dallojë? Unë këtë marrëdhënien me Turqinë e argumentoj me 3 fakte. E para, që ka një marrëdhënie historike shqiptaro-turke, që është e njohur dhe që ndikon në marrëdhëniet aktuale të Shqipërisë me Turqinë. Me Izraelin nuk kemi patur marrëdhënie historike. E dyta, Turqia gjithnjë është ndodhur pranë Shqipërisë në momente të vështira të post-komunizmit dhe të demokracisë, dhe ka dhënë ndihma konkrete të prekshme për Shqipërinë. E treta është që Turqia është e pranishme aktualisht në forma dhe mënyra të ndryshme në Shqipëri, që nga investimet ekonomike, që nga një mbështetje ushtarake dhe në kuadrin e NATO-s që ka Turqia për Shqipërinë, por që ka edhe një afinitet, dhe kjo ka rëndësi, më të madh, më të prekshëm midis dy popujve shqiptar. Po kjo akuza për shembull që vetëm islamikët janë pro zgjidhjes me 2 shtete, vetëm islamikët janë pro palestinezëve. Ka një lloj retorike të tillë që ngrihet. Kush e ka këtë? Pra, po të shohësh, si do t'i kundërpërgjigjeshit? Jo, absolutisht jo, sepse edhe vende evropiane, edhe mjaft vende të tjera perëndimore, demokratike, të mëdha dhe të vogla, janë për zgjidhjen me 2 shtete. E para sepse kjo është një vendim historik i Organizatës Kombeve të Bashkuara, e dyta është një zgjidhje realiste afatgjatë. E kuptoj. Madje edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në thelb
nuk e kundërshtojnë zgjidhjen me 2 shtete. Dhe ato e kanë hedhur ndër të parët faktikisht, por a mund ta përkufizojmë politikën e jashtme të kryeministrit Edi Rama në një lloj kuptimi zero probleme personale me liderët e tjerë? Kur erdhi në pushtet zoti Rama në vitin 2013, nëse ju kujtohet, një nga tezat që u artikuluan në programin e Partisë Socialiste dhe Qeverisë Socialiste të asaj kohe, ishte zero probleme me fqinjët. Po. Zero probleme me fqinjët. E cila me gjithë përpjekjet që u bën për të zgjidhur edhe disa kontestime të vjetra, historike, dhe që u krijuan ndërkohë, nuk rezultoi e suksesshme, sidomos në marrëdhëniet me Greqinë. E kuptoj. Dhe ndërkohë që ka patur ulje ngritje edhe në marrëdhënie me vendet e tjera, por që nuk mund të kesh zero probleme me të gjitha vendet, sepse mbi të gjitha janë boshtet e politikave që nuk pajtohen me njëra tjetrën, sepse nuk mund të jesh në të njëjtën kohë edhe antar i NATO-s, edhe vend kandidat për antar në Bashkimin Evropian, dhe të pajtohesh për shembull me Korenë e Veriut, po. Jo me vetëm me Korenë, pse të vemi larg me Rusinë, a kemi diferencat të mëdha në politikën e jashtme dhe në fushën e bashkëpunimit? Me Kinën, a kemi diferencat të mëdha? Por këto janë aktorë të mëdhenj të politikës botërore. Dhe me to nuk mund të sillesh në mënyrë aventureske, por duhet jesh shumë i kujdesshëm se në fundit janë aktorë të mëdhenj. Dhe duhet në emër të interesit kombëtar, duhet që të gjesh mënyra dhe politika të atilla që të shikosh një interes qoftë edhe atje ku është vështirë ta identifikosh që në fillim. Në radhë parë, ne nuk kemi fuqi veç të bashkohemi me aleatët tanë në emër të interesave më të gjëra, me të cilat edhe jemi të bashkuar. Por doja ta e solla si argument për t'ju argumentuar që nuk mund të zbatosh një politik të jashtme zero probleme me të gjithë. Është e pamundur. Është utopike. E qartë. Profesoru, ishte kënaqësi që ju kisha në studio. Ai si dhe për